Ledjon Liço tregon për herë të parë fytyrën e vërtetë të vllait të madh, nuk do ta besoni se cili fshihet pas Big Brotherit. Big Brother VIP Albania po vjen drejt fundit, ndërsa finalja e madhe do mbahet me 19 prill. Moderatori i këtij reality show, Ledjon Liço, teksa po i afrohemi fundit, ka publikuar disa foto. Ai haptazi ka treguar se vllai i madh i këtij edicioni është drejtoria ekskluzive Sara Hoxha, teksa përveç Sarës, ai ka shpërndarë edhe bashkëpunëtorët e ngushtë që e bëjnë të mundur të gjithë këtë Big Brother, duke qenë vllai i madh sipas tij. Ai tha se i bashkon edhe profesioni i tyre. Tutje moderatori në foton e publikuar u shpreh se mbas një burri të suksesshëm janë një po 5 gra të forta, duke dhënë një mesazh tepër pozitiv, teksa edhe fansat e kanë pëlqyer këtë mesazh nga Ledjoni. Nga ana tjetër, sa për finalen e madhe të Big Brother VIP, duket se surprizat nuk kanë fund. Heidi Baçi, drejtuesja Big Brother VIP Fan Club, ka dhënë disa detaje më shumë rreth finales së madhe që do të zhvillohet, teksa ajo ka treguar se ndryshe nga çdo herë tjetër, do të ketë 2 skena të mëdha dhe jo vetëm një. Ajo tha se njërën prej tyre madje do ketë shumë prej fansave të 4 finaliste, duke ftuar madje që të gjithë të marrin edhe biletat në linkun e faqes zyrtare të Top Channel-it. Por diçka që nuk ka lënë shije të mirë ka qenë pikërisht ky link, teksa përkrasit shqiptar të Kosovës duhet të zgjidhnin regionin e Serbisë për të marrë pjesë, pasi Kosova nuk ishte në mundësi. Kjo bëri që menjëherë pas saj produksioni ta rregullonte këtë gjë, duke kërkuar edhe ndjes publikisht në faqen e tyre zyrtare.